Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Partitë bëhen gati për raundin e dytë të zgjedhjeve vendore në Maqedoninë e Veriut. Kandidatët e partive dhe koalicioneve nga kjo e mërkuri kthehen në terren me qytetarët e takimet për paraqitjen e platformave të tyre. Fushata zgjedhore në raundin e dytë zgjat deri më 31 tetor. Më 1 nëntor është heshtja zgjedhore. Votimi zhvillohet në 2 nëntor. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani vlerëson se pas zgjedhjeve lokale Aleanca Kombëtare për Integrim është forca më e madhe politike e shqiptarëve. Përmes një statusi në rrjetet sociale, Bujar Osmani thotë se me 114.000 vota, Aleanca Kombëtare për Integrim mbetet forca më e madhe dhe përfaqësuesi legjitimi i shqiptarëve. Për nënkryetarin e BDI-s, shqiptarët dhanë mbështetje masive në raundin e parë dhe në raundin e dytë duhet ta konfirmojnë kush e mban realisht vullnetin e tyre politik. Koalicioni vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut fillon garën për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Tetov, Dibër, Struk, Bogovin, Dollnen dhe Brnic. Në emër të koalicionit të partive shqiptare në pushtet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Driton Sulejmani është i mendimit se ndonse AKI dështoi në zgjedhje, liderët e këtij koalicioni vijojnë të manipulojnë opinionin publik. Për të shpërtuar ato pak shpresa që u kanë mbetur, ata janë gati të shkojnë konkretisht me lëvizën albanofobe, duke dëshmuar se për pushtet janë gati të shesin çdo parim e çdo ideal që dikur e përmendnin në fjalime. Ishte Driton Sulejmani nga koalicioni Vlen. VMRO DPMNE është e sigurt përfitore në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve vendore, VMRO DPMNE deklaron se në rast se nesër do të mbaheshin zgjedhjet, shumica në pushtet do të fitonte mbi 60 deputet. Nga VMRO thonë se LSTM-ja ka humbur 110.000 vota krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Kjo humbje sipas partisë e pasqyron më së miri mosbesimin e qytetarëve ndaj politikave të gabuara dhe qeverisjes së LSDM-s tonë nga VMRO DPMNE. Pas pretendimeve të VMRO DPMNE se kanë dalë fitues absolut në zgjedhjet lokale, erdhi reagimi menjëhershëm nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë LSDM, e cila e hodhi poshtë të pretendim. Sipas saj, përkundër fitores së disa komunave dhe rritjes së numrit këshilltarëve nga ana e VMRO DPMNE-s, të dhënat reale tregojnë një panoramë krejt tjetër. VMRO-ja nuk mund ta fshehë rënien. Analize matematikore e rezultatit tregon se nëse këto rezultate do të reflektoheshin në zgjedhjet parlamentare, ata do të kishin 52 deputet, ndërsa LSDM të paktën 21, thuhet në deklaratën zyrtare të opozitës maqedonase. Ministri i Transformimit Digjital në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Stefan Andonovski, para ministrave për vendet e Ballkanit Parandimor, paraqiti Innova, një mekanizëm kombëtar për inovacione dhe sipërmarrësi që bashkon 3 ministri për transformim digjital, ekonomi dhe për arsim dhe shkencë në një strukturë të unifikuar që mundëson rezultate reale në terren. Në panelin kushtuar inteligjencës artificiale dhe inovacioneve në kuadër të takimit të zhvilluar në Podgoric, ministri parashikoi se përmes programit Europa Digjitale është siguruar mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në formë të qasjes në kapacitete për inteligjencë artificiale. Rajoni. Kryeministri Albin Kurti premton bashkëpunim me Britaninë e Madhe për pranimin e refugjatëve. Kosova bëhet vendi i parë që pranon publikisht se po shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për kthimin e azilkërkuesve të refuzuar nga Britania. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova dëshiron të ndihmojë Mbretërinë e Bashkuar në luftën kundër emigracionit palishëm në këmbim të mbështetjes për forcimin e sigurisë ndaj kërcënimeve nga Serbia dhe Rusia. Në prag të samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor, Kurti konfirmoi se po zhvillohen bisedime ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar për këtë çështje. Britania e Madhe u bë thirrje vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara të njohin Kosovën si shtet pavarur. Apeli përfaqësuese së Britanisë së Madhe, Jennifer McNaught, erdhi gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ku diskutua raporti i sekretarit përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për Kosovën. The United Kingdom remains a steadfast supporter of Kosovo's democratic development and Euro-Atlantic path. As the first country to recognize Kosovo's independence, we call upon those member states who have not yet done so to join the majority. Recognition is essential for long-term stability and for unlocking Kosovo's full potential. Britania mbetet përkrahase e palëkundërt e zhvillimit demokratik të Kosovës dhe shtegut të saj euro-atlantik, si ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës, u bëjmë thirrje shteteve anëtare që ende nuk e kanë bërë këtë, t'i bashkohen shumicës. Njohja është thelbësore për stabilitet afatgjatë dhe për zhbllokimin e potencialit të plot Kosovës, deklaroi McNaughton. Krahasaj, Britania e bëri thirrje Serbisë të bashkëpunojë për të kurrjen e tensioneve dhe të sigurojë përgjegjësinë penale të autorëve të sulmit të Banjsk, përfshirë Milorad Dočićin.
the United Kingdom reiterates our call on Serbia to play its part in reducing tensions and bringing those responsible to justice, including Milan Radojcic. Në deklaratë u theksuar rëndësia e zbatimit të marrëveshjeve ekzistuese përfshir forcimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që u cilësua si element thelbësor për ndërtimin e besimit dhe sigurimin e stabilitetit afatgjatë. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Jeff Bartos, përsëriti kërkesën për përfundimin e misionit të UNMIK-ut. Ai tha se shkoa që misioni të tërhiqet dhe funksionet të transferohen. There is no security crisis in Kosovo, and UNMIK no longer has a role in the governance of Kosovo. Nuk ka krizë sigurie në Kosovë dhe UNMIK-u nuk ka më rol në qeverisinë e Kosovës. Koha ka ardhur që të tërhiqet misioni. Zoti Shin, i çmojmë përpjekjet e UNMIK-ut për dialog, por UNMIK-u është mision paqëruetës pa paqëruetës. Është koha të fillojë puna e transferimit të funksioneve nga UNMIK në agjenci më të përshtatshme. The important work of transferring those functions away from UNMIK to the agencies better suited for the task. Deklaroi Jeff Bartos. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga masat përshkallëzuese dhe të ndërtojnë paqen dhe stabilitetin me njohje si qëllim përfundimtar. Ministri e Jashtme e Kosovës Donika Gërvalla në fjalimin e saj përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s akuzoi Serbinë se paraqit një kërcënim real për rajonin. Sipas saj, përdorimi i vazhdueshëm i fjalës Kosovë dhe metoi tregon për pretendime territoriale të fqinjit të saj. We see the systematic spread of propaganda preparing a military aggression against our country. Across Serbia, you can see huge graffiti, big murals like this one, where it is written when the army returns to Kosovo. Ne shohim çdo ditë propagandën e pamëshirshme të mediave të kontrolluar nga Vučić, e cila përhap urrejtje në mënyrë sistematike duke helmuar shoqërinë serbe. Ne shohim përhapjen e qëllimshme të propagandës që përgatit një agresion ushtarak kundër vendit tonë. Nëpër Serbi mund të shihen grafite dhe murale të mëdha që përçojnë këtë mesazh, apeloi Donika Gërvalla. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Đurić, në fjalimin e tij para Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, shpreu shqetësimin për të drejtat e serbëve në Kosovë. Sipas shefit të diplomacisë në Beograd, të mohosh njerëzve të drejtat e tyre themelore do të thotë të sfidosh vetë njerëzimin e tyre. To deny people their human rights is to challenge their very humanity. These words echo with painful clarity today as we speak about Kosovo and Metohia, where the fundamental rights of Serbs are not merely being ignored, they are being systemically eroded, piece by piece. Të drejtat themelore të serbëve jo vetëm që po injorohen, por përgryhen në mënyrë sistematike, cop pas cope, tha ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka dyshime nëse do të jetë në gjendje të formojë qeverinë e re deri ditën e diel kur është afati i fundit për propozimin e saj. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti pranoi se bisedimet janë të vështira. Në këto ditët e mbetura jemi të komunikuar, jemi të bisedu. Nuk është kollaj se është intoksikuar atmosfera shumë, ka shumë xhelozie i natës nisën, shumë se ide punës. Alternativë sipas tij vjojnë të mbeten zgjedhjet e parakohshme. Do të përpiqemi që ta bëjmë qeverinë përndryshe siç po duket alternativa do të shkojmë zgjedhje. Ose do ta bëjmë në qeverinë do të shkojmë zgjedhje. Nuk po duket që opozita ka vullnet dhe as synim për qeverinë të tyre alternative. Merret kryetari i lëvizjeve vendosje zhvilloi një takim me Mërgatën ku zbuloi ofertën bërnismës për bashkëqeverisje. Ai tha se kësaj partie ka qenë i gatshëm të jap 4 pozitat e larta, edhe pse ka vetëm 3 deputet. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti aktualisht gjendet në Britaninë e Madhe për të marrë pjesë në samitin e procesit Berlinit. Vlora Çitaku nga Partia Demokratike e Kosovës akuzoi lëvizjen vetvendosje për keq përdorim të misioneve diplomatike në funksion të interesave partijake. Ajo e quajti abuzim të skajtshëm përdorimin e institucioneve shtetërore në kofushate, duke referuar rastit të fundit në Londër si shembull të mendësisë që e sheh shtetin si pronë private. Kjo kast drejtuesish tashmë ka shndruar në një normë keq përdorimin e misioneve diplomatike të Kosovës për nevoja partijake të lëvizjes vetvendosje, apelon Vlora Çitaku. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare shton fondin në dispozicion të bonusit të fundvitit për pensionistët. Nga 37.5 milion euro që ishte parashikuar në buxhetin fillestar, vlera është rritur në 97 milion euro. Një shtesë e barabartë me gjysmën e vlerës së rritjes së të ardhurave. Nga bonusi pritet që të përfitojnë rreth 756.000 pensionistë. Edhe këtë vit shpërblimi do të jetë me fasha. Pensionistët që marrin deri në 200 euro në muaj pritet të përfitojnë më shumë.
Vendimi është marrë pas rishikimit të tretë të buxhetit të shtetit për vitin 2025, me ndryshimet e bëra shpenzimet shtohen në 57 milion euro në një total prej 8.3 miliard euro. Deri në vitin 2036, Shqipëria duhet të riciklojë rreth 65% të mbetjeve. Apeli vjen nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, gjatë një vizite që ai zhvilloi në qytetin e Përmetit, duke nënvizuar progresin që Shqipëria ka bërë me hapjen e grup kapitujve në negociatat me Komisionin Evropian. Gonzato ndal tek objektivi që vendi duhet të përmbushë si antar i ardhshëm i BE-s. By 2036, 65% of the waste will have to be recycled in Albania. Për shembull, në Shqipëri deri në vitin 2036, 65% e mbetjeve do duhet të riciklohen. So we need to start now. Që do thotë që puna duhet fillojë që tani. Gonzato përmendi edhe 2 fonde për nga 50 milion eurosh që i kanë dhënë qeverisë shqiptare për përmirësimin e efikasitetit të energjisë në ndërtesat publike, si dhe për rinin. And also to install charging stations for electric vehicles. You know, I have an electric vehicle and we had to find a solution because today in Përmet there isn't one, but I'm sure the next time I come there will be a charging station. Ndërkohë që pjesë e këtyre 50 milion eurove është edhe që në përqytete në zona të ndryshme të ketë edhe vende karikimi për automjetet elektrike apo për biçikleta elektrike, një gjë që thash që është shumë e rëndësishme edhe për faktin se unë vet kam një automjet elektrik dhe për shkakun e patëm problem për gjetur një vend për ta karikuar makinën, por besoj që herën tjetër që do të vim në Përmet, do të ketë një këtu në qendër të Përmetit. Tha ambasadori i Bashkimit Evropian gjatë takimit me kryetarin e Bashkisë së Përmetit, Alma Hoxha, për projektin e qendrës së riciklimit të mbetjeve. Qeveria shqiptare kërkon rritjen e bashkëpunimit me sektorin e farmaceutikës. Synimi është të garantohet mbulimi i vazhdueshëm e barna si dhe forcimi i standardeve të cilësisë dhe transparencës për qytetarët. Në këto kushte, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Elvis Sala zhvilloi një takim me Unionin e Biznesit të Farmaceutikës ku theksoi forcimin e dialogut dhe angazhimin e përbashkët për përmirësimin e këtij sektori. Jemi të vetëdijshëm që sektori ka sfida dhe nevoja për përmirësime. Do të ngrejmë një grup pune për të analizuar dhe përmirësuar sektorin e farmaceutikës për një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit për pacientët, tha ministrja Sala. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.